Selam aleikum hoxh. Kur je me menstruacione, a lejohet para se me fjet me I than suret, sepse çdo natë lexoj sure. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Po, lejohet me I than suret, pra para se me fjet, lexon ajetin Kursi, thu 3 suret e fundit të Kuranit, nuk ka ndalesë. Argument për këtë është se kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në haxh, ishte me bashorten e tij Aishën, Zoti qoftë I kënaqur prej saj, dhe ajo ishte me perioda. Profeti alayhi salam I thot Aishës që bëj çdo gjë që bën haxhiu, përveç tavafit rreth Qabes. Pra sepse tavafi rreth Qabes është konsiderohet si namaz. Dhe femra kur është me perioda nuk fal namaz. Ama profeti alayhi salam I tha asaj të bënte gjithçka që bën haxhiu. Dhe dihet që haxhit lexojnë Kur'an, bëjnë dhikr, prandaj nuk ka ndalesë.